Vetullat janë një tipar shumë i rëndësishëm në fytyrën e një njeriut, por për femrat, nëse i heqin shpesh, ato mund të humbin formën e tyre. Nëse dëshironi vetullat të bukura dhe të dendura, zgjidhja është në shtëpinë tuaj. Vaji i ricinit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe vitaminave që stimulojnë rritjen e qimeve. Dhe ky vaj stimulon rënjën dhe bën më të fortë dhe rezistuese. Ndaj, mënyra më e mirë është të lyeni vetullat tuaj me vaj ricini. Vaji i ullirit është një ndër vajrat më të mirë si në shtëpi, ashtu edhe në industrinë e kozmetikës, sepse është i pasur me vitamin E. Ngroheni një lugë të vogël me vaj ulliri dhe me gishërin aplikojeni në vetulla. I bëni masazh lëkurës për 2 minuta dhe lëreni të veprojë për 1 ose 2 orë. Ndërsa për një rezultat sa më të mirë, mund ta vendosni edhe gjatë gjithë natës. Veza është një ushqim që mund ta përdorni në mënyra të ndryshme. Por për vetullat është një përdorues shumë i zakonshëm, por gjithashtu edhe shumë i mirë. Bën që vetullat tuaj të marrin një formë të bukur. Po ashtu, një tjetër përbërës është dhe aloe vera. Kjo bimë magjike është e çmuar shumë në industrinë e kozmetikës. Përveç se kujdeset për lëkurën dhe flokët, ekstrakti i saj përmban enzima dhe përbërës ushqyes që nxisin rritjen e qimeve. Blijeni një bimë aloe vera dhe përdorni fletët e saj.